Shikoj, Nisa ka patur Laert Vasili në emisionin e vet, në podcastin e saj, ku Laerti, që aso kohë bëri buj deklarata e tij, ka treguar është shprehur se ka qenë në dashuri me një prostitut. Ishte i dashuruar, jo në dashuri. I dashuruar, po, është pak sa mëngjes na falni. Po aty për gjëra njerëzore po flasim moj si Bora, se ne shqiptarët kemi shumë turp për ca gjëra, është njerëzore. Të gjithë dynja në përbot biznesmenët më të suksesshëm me prostituta dashurohen. Vetëm Shqipëri është turp kjo gjë. Nuk mendoj se janë çdo rast janë edhe në shpirt të tilla, prandaj kur sa ndish gjë tjetër. Nuk mendoj se është gjëra si ai filmi Pretty Woman, po Nise, Laerti çik si manjak më duket mua, kështu që tani dikur më bën të përshtypje, tani s'më bën më përshtypje që ka shprehur një gjë të tillë. Por kjo gjë ka bërë Nisën të shprehet se Laerti me Valbonën nuk është i dashuruar, por Valbona i kujton atij dikë. Pa thënë kë si qyshtek, po ne e morëm në mend se kë. Asos mendoj që Laerti ka ndjenja për Valbonën ose Valbona për Laertin. Të dy mendoj se po luajnë. Mendoj se është ajo që thotë edhe Gjesti, që të dy s'kan ndër për njëri tjetrin dhe prandaj janë duke vepruar si të dashuruar.